Përshëndetje. Përshëndetje. Quhem Klesi Koxha, jam 16 vjeç dhe vi nga qyteti i Beratit. Mirë se erdhe. Faleminderit. Atëre unë jam prestigiator dhe për ju ka përgatitur diçka shumë të bukur që performohet nga afër dhe do afrohem tavolinën tuaj. Këto letrat po I vendosim këtu. Atëre, këtu kam një pako me letra ku janë të gjitha letra të ndryshme, duket? Mund të thuash ku duash ti me I vend stop. Stop. Je e kënaqur apo do të vazhdoj? Kaq. Shikoj këtë letrën, tregoj edhe te kamera. Po mos flisni. Në rregull? Vendose prap këtu. Letrat e tjera I hedhi sipër. Kur trokasim gishtat, gjithmonë letrën të nxjerrim të parën. Po përveç kësaj, mund të thuash diku tjetër stop? Stop. Kastro çfarë mendon se është kjo letra e parë, e kuqe apo e zezë? E zez. Që nga e kuqe, por nuk humb gjithmonë. Është dyshi diamant I kuq. Mund të vendosësh pak dorën sipër dyshit këtu, pa e lëvizur. Dhe letrën të ndep këtu. Duket? Kur e ulim poshtë, gjithmonë me një trokitje gishtash e nxjerrim prap të parin. Por, në këtë rast e marrim fanin dhe këtu del dyshi. Hape çka ke te dora dhe tregoje. No. Atëherë, me këto letrat, lutem pri ku duash dhe hapin tavolinë, dhe me them pri ku duash. Por e vetëm kësaj lexo fallti pritë njërë. Këtu, dhe këto tjera t'jedhim sipër. Okej. Tani, sa mendon sa fana janë në pako gjithsej? 4 zakonisht. 4. Po. Por qofse pres këtu, del fan, Po. kur trokas gishtat, ta afrojmë këtu dalin të gjitha letrat fan. Wow. She. Dalin të gjitha letrat fan. Os! Bravo! Me vete kam një pako tjetër me letra, ku të lutem mund t'i përzihesh në mënyrën më të mirë që ju dini. Shkartisi mirë, Goni! Kam lozur dhe më kanë ngecur gjithmonë deri maç. E tani çfarë do nga unë të vazhdoj të bëj këto? Kur duash ti mi jep letrat? I përzjeve? Nesër se unë smërzitë loj pensionista. Goni ka si të spije ato. Dhe I tregojmë te kamera që janë të gjitha letrat të ndryshme Po. dhe janë përzierë të gjitha. Po. Mund të thuash me një vend ku duash ti stop. Stop. Këtu? Po. Këtu apo do të vazhdoj? Ore, këtu. Shikoj këtë letre, mua mos ma trego. Tregoj edhe publikut. Dhe po ta dorëzoj pakon dhe fute letrën në mes dhe përzi të gjitha letrat. Unë pa e parë. He, që nga ka për poker. Bizozju drejqe ta. Bizozju. Qenë kënë trysh kur ka. Duket që nga dora. Atëherë, unë do t'jedh një sy letrave, por do t'i vendos në 4 grupe letrat. 2 3 edhe 4. Okej. Këtu janë 4 grupe me letra. Dhe I kthejmë në këtë pozicion. Të lutem. Edhe grupi I fundit. Pa. Atëherë, Kastro, ju që zgjodhet letrën, të lutem zgjidh një grup këtë duash ti nga këta. Kujt dëshiron t'ja japësh nga anëtarët e tjerë? Gonit pa tjetër. Okej, mund t'ja japësh Gonit, se pakon. E jepja me që je. Po, Ty e shpenzime unë. dhe vendose aty. Zgjidh një grup tjetër, Këtë. mbaje vetëm që e ke këtu afër. Në rregull.
Janë 2 grupet e fundit, zgjidhni një tjetër. Këtë Adelinës, këtë Elcës. Rregull. Tani do na I bësh lek këto. Jo, tani i marrim të gjithë grupet në dorë dhe vendosni një letër në tavolinë në fillim. Ktheni kështu grupet. Ta kthej. Këtë pozicion, domethënë, po. Figura. Po, një letër në tavolinë përziej. Edhe vendos një tjetër. Një tjetër akoma. Po, edhe ti. Si Përziej për letrat. I përziej. Po, përziej dhe vendos një tjetër. Ja, Domethënë si një lloj përzierje. Po. I përzejmë përsëri, Po. besoj. Kur të duash ti, pastaj të tjerat, letrat e tjera i di sipër. Po, vendosi njëra pas tjetrës, domethënë. Vendosa. Do më. Po, hidhi sa duash ti. Ti e vendos. Hidhi sipër këtyre. Rregull? Ja. Të gjitha duhet Po, të vendosim. të gjitha hidhi sipër pastaj, më pas, hidhi këtu sipër, si një lloj përzierje. Okej, very good. Tani e qartë. Po. Ja. Dhe bashkoj këtu me këto tjerat. Rregull? Se më pëlqen kështu sikur ndajnë lek. Po, hidhi këtu më pas. I përzihet vet, unë nuk I preka letrat fare. Jo. Po. Ju I përzihet Si letrat? preke. Domethënë janë të gjitha letrat të ndryshme. Po. Po ja bëj edhe unë me këtë grupin. Ja. Jemi në rregull. Tani merrini të 4 grupet dhe hidhni këtu në mes nga lart sa letra dëshironi ju, kur doni ndaloni. Po. Nga sipër. Po nga sipër I sa duash në tavolinë. Kaq. Kur duash ti ndalo. Dhe numëroj, po kë? Ti numërojmë. Kanë letrat qodhe? Unë ndalova. Jo, në letrat që mbajte në dorë. Këtu që mbajtë në dorë, Po, numëro sa ke në tavolinë, një nga një, jo, në tavolinë, një nga një. Numëroj kështu, 1, 2, Po. numëroj dhe ti ju në tavolinë. Këto janë letrat e grupit tim. 11 sot. Po. 12 kam unë. 7 ke në dorë. Po. Atëherë. Po dhe kastro duhet kesh dhe ca në dorë ti, nuk duhet t'i hedhësh gjitha në tavolinë, domethënë. Mjep sa në dorë, pra, marrë dhe unë sa në dorë. Domethënë, e ke pakon? Po, Dhe hidh këtu në tavolinë sa duash ti nga lart. Numëroj sa të ngelen në tavolinë në dorë, domethënë? 7 letra, juve? E halal t'i kesh. 6. 6, okej, juve? 7. Okej, priti numëroj dhe njërën. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Këtu. Mund t'i numëroj pak? 10 ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letra. Atëherë, ishte dëshira juaj, hodhët sa letra të donit tu apo jo? Po. Mund t'i vini një përqindje sa përqind mendoni se letra jote mund të ndodhet te këto që hodhët ju? 74.8% themon. varianti, kjo ka një ekuacion, jemi 25%. 25%. Atëherë, unë mendoj se letra aktualisht ndodhet në grupin tuaj. Po. Dhe do ta bëj më të vështirë akoma dhe them se letra jote ndodhet te letra e parë e grupit tënd. Sa përqind mendon? 1, Mos mendo fare. Thuaj për herë të parë kush ishte letra juaj? 10 maç. Lutem hape letrën e parë dhe tregoje për publikun. Por jo vetëm kjo, po lutem hapeni dhe ju letrën e parë. 10. Lutem hapeni dhe ju letrën e parë. I del 10 dhe ju letrën e parë. Të para. Të parën të këtu, Sipër. Sipër? Letrën e parë. Del 4 10-a. Dhe në këtë pakon që e kisha lënë gjatë gjithë kohës këtu, lutem mund ta kapi kamera. Këtu është I vizatuar një magjistar dhe ky fut dorën te kapelja avash avash dhe nga kapelja nxjerr një letër që është 10-a maç. Bravo! Bravo. Faleminderit. Bravo. Bravo. Wow! Bravo, Kris. Faleminderit. Bravo! Do I marrë këto letrat? Po. Po meri letra se lasim Venecien e. Po. Po.
po filloj unë. Bota e magjistarve, ti i thua prestigiator, ju i thoni prestigiator. Më ka fascinu gjithmonë, sepse nuk mund të shpjegoj. Dhe kjo që bërë ti sonte ishte shumë e bukur dhe shumë e paspjegueshme, gjë që besoj se është qëllimi i këtij vokacionit tënd. Pa dyshim që për mua është një po. Faleminderit. Nga unë ke një 10 mark. Edhe unë u fascinova shumë nga prestigjyt, bëre gjëra shumë të bukura para syve tanë, por kam një kritik të vogël, që besoj ka lidhje edhe me moshën tënde të re, që magjia, ose si thua prestigjatori, lojën aktoriale duhet ta ketë patjetër brenda. Shkojnë bashkë ato, mendoj me njëra tjetrën. Gjë që për mendimin tim ty të mungon të pak. Loja aktoriale, marrëdhënia, shkathësia, me publikun e kështu, me radhë. Por, unë do të them po sonte, sepse bërë e vërtet gjëra shumë të bukura. Faleminderit. Ty mendoj që duhet të vinë natyrshëm, e gjitha i pellgu, Berat, Poliçan, Skrapar, është mbajtur gjithmonë si një zonë me plot energji dhe aq më tepër, unë kujtoj që i vogël kur shkoja te Tezja Halla, që shkoshim tek Zerdileja për shembull. Ishte njëra që ishte edhe si gjys magjistare, gjys kështu të yshte. Dhe shifja një rresht me të gjatë me graqit si karatierët e burrave, kryesisht për të lënë alkolin, po kjo është tjetër muhabet. Për ta lidhur me Beratin që ti vjen. Numri më pëlqeu, shumë interesant, nga mua një po, jap kurioz ç'do bësh nëse do të kesh një radhë tjetër. Bravo. Më shiko në sy, po mos më ndaj syt. Po. Se edo jam prestigiator. Do më dëgjosh zërin, po me sy do lexosh përgjigjen. E kupton pyetjen? Do më dëgjosh zërin, po me sy do lexosh përgjigjen. Unë të them me zë jo. Ti me sy qa lexon? Po. Si e gjeti. Ua! Magjistar tjetri. Sa e bukur ishte kjo. Faleminderit. Shumë faleminderit. Bravo.